تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Të gjitha lavdet I takojnë Allahut, falësit të gjunaheve, pranuesit të pendimit, atij që dënon ashpër, zotruesit të mirave. Nuk ka të adhuruar të vërtet përveç atij dhe tek ai do të jetë kthimi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, vetëm ai pashoq, I tij është sundimi, e tij është lavdia dhe ai është I plot fuqishëm për çdo gjë. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe dërguari I tij, sjellësi I lajmit të mirë dhe paralemruesi, pishtari ndriçues. Nderimi dhe shpëtimi I Allahut qofshin me të dhe me të gjithë familjen dhe shokët e tij më pas. Robërt e Allahut, ruajuni zemrimin të Allahut, sepse kush I ruhet Allahut, Allahu e ruan dhe e udhëzon drejt çdo mirësie në fenë dhe dynjan e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala na e plotsoi këtë nimet të madh që është kryerja e muajit Ramazan. Kush ka kryer gjatë këtij muaji vepra të hajrit, le ta lavdërojë dhe falenderojë Allahun e madhruar, sepse ato I ka arritur vetëm me suksesin dhe mirësinë e Allahut të vetëm e të paortak. Kurse kush nuk ka kryer punë të mira ose ka qenë I mangët në të, atëherë dera e pendimit është e hapur. Porta e pendimit është e hapur plotësisht me të dyja krahët për atë që dëshiron të kthehet nga Allahu I madhruar. Allahu I do ata që pendohen dhe I do ata që pastrohen. Ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Sepse prej mirësive dhe dobive të pendimit është se Allahu azza wa jall I ashlyen robërve gjunahet dhe I ngrej ata për shkak të këtij pendimi në gradat e larta. Madje prej mirësisë së Allahut azza wa jall është se kush pendohet me taube të sinqertë e të pastër për Allahun dhe I plotson kushtet e pendimit, atëherë veprat e këqija I ndrohen me vepra të mira dhe Allahu azza wa jall I shumëfishon shpërblimet me shumë herë. Robërt e Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar të pendohemi sinqerisht. Por çfarë është pendimi I sinqert? Pendimi I sinqert është ai që I përfshin të gjitha kushtet e pendimit. Atëherë pendimi bëhet I dobishëm dhe atëherë bëhet I pranuar tek Allahu I madhruar. Së pari, tobja duhet të jetë e kushtuar pastër për fytyrën e madhishme të Allahut azza wa jall. Pasi Allahu I madhruar ka urdhëruar që të gjitha ibadetet I kushtohen vetëm atij, një I paortak, prej ibadeteve është edhe pendimi tek Allahu I madhruar. Për këtyre kushteve është vendosmëria që nuk do t'i kthehet më atij gjunahu asnjëherë, pavarësisht si I vinë rrethanat për të. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Të urrej të kthehet në kufër ashtu si urren të hidhet në zjarr. Për këtyre kushteve është keqardhja. Keqardhja për gjunahun që e ka bërë dhe për mos përmbushjen e hakut të Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu tauba. Keqardhja është teube. Për këtyre kushteve është gjithashtu mos këmbgulja në gjuna. Nuk është e pranueshme të thuash I kërkoj falje Allahut për këtë gjuna, ndërkohë që vazhdon ta bësh dhe nuk e lë. Siç ka thënë Allahu azza wa jall, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe nuk ngulmojnë me vetdije në gabimet që kanë bërë. Robërt e Allahut, teubja është e hapur, deri kur të vijë urdhri I Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me të mbyllen dyert e teubes. Të mbes mosbesimtari në kufrin e tij, besimtari në imanin e tij dhe gjunaqçari në mosbindjen e tij. Ky urdhër
është dalja e diellit nga ana e perëndimit, që është për shenjave të mëdha të kiametit, me të cilën do të ndryshojë kjo gjithësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka bërë gjunah ditën, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka bërë gjunah natën. Pra vazhdon kështu deri kur të lind dielli nga perëndimi i tij. Dyert e pendimit mbyllen gjithashtu kur dikujt i vjen shpirti në gryk. Kur ta arrijë të fyti, atëherë pendimi i robit nuk pranohet, por ai do të vdes me ato vepra që ka bërë. I lutemi Allahut Azza wa Jall për mua dhe për ju të kemi përfundim të bukur dhe të na ruaj nga përfundimi i keq. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tobia robërt Allahut është një ibadet të cilin e do Allahu dhe një adhurim me të cilin ai gëzohet për robërit e tij. Tobia është detyra e jetës dhe nevoja për të është e domosdoshme. Robi është një krijesë e dobët, e cila është rrethuar në këtë jetë nga armiq që sulmojnë, nga shejtanët e xhinëve dhe njerëzve, të cilët ja zbukurojnë të keqen dhe ja shëmtojnë të bukurën. Shtoja kësaj edhe nefsin që e ka në trupin e tij dhe që vazhdimisht ja urdhëron të keqen. Pastaj shtoja dynjan të mbushur me fitnë dhe tundime. Për këtë arsye robërt Allahut, prej veçorive të njerëzit është gabimi. Dhe çdo biri i Ademit është gabimtar i madh, siç na ka treguar i dërguari i nderuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe detyra e besimtarit kur ta di rëndësinë dhe pozitën e pendimit është të nxitojë drejt tij dhe ta di se Zoti i madhruar e ka ftuar për pendim dhe e ka inkurajuar për të, pavarësisht nga lloji dhe nga mallësia e gjunahut. Robërt Allahut, vërtet robi, duke qenë i gjytur në mosbindje, kur pendimi filloi të lëviz në zemrën e tij, i vinë lloj-lloj pengesa vështirësish që e pengojnë nga pendimi. Disa njerëz, kur zemra të drejtohet nga pendimi, e shtyn atë me fjalën do të deri në një kohë të largët ose të afërt. Disa prej tyre do të thonë do të pendohem kur të arrij këtë moshë. Disa prej tyre thonë do të pendohem kur ta kryej shkollën. Disa prej tyre thonë do të pendohem pas martesës. Dhe kështu duke shtyrë vazhdimisht me vonim të shëmtuar dhe të urryer. Disa prej tyre i pengon nga pendimi mbi zotrimi i dëshpërimit në zemër, dominimi i dëshpërimit në zemër, ose duke humbur shpresën në mëshirën e Allahut për shkak të gjunave të shumta, ose duke u dëshpëruar në vetvete për shkak të dominimit të pasigurisë në zemrën e tij. Disa prej tyre i pengon nga pendimi, disa prej tyre i pengon nga pendimi mbështetja te xhersia e mëshirës së Allahut xhalla wa ala, të cilën u ka shuar robërve të tij besimtar që pendohen. Disa prej tyre i pengon nga pendimi frika për qeshjes nga ana e shokëve të tij dhe të prishur, shokëve të tij të këqij dhe të prishur, ose frika nga humbja e pozitës, famës, udhëheqjes së tjerë, ose të ndonjë levërdije të dynjas. Disa prej tyre i pengon nga teubja, fakti që Allahu u jep kohë të pabindurve dhe nuk u shpejton atyre dënimin. Dhe gjëra të tjera nga pengesat dhe vështirësitë që kanë larguar shumë njerëz nga përpjekja për të penduar. Muslimani duhet të përpiqet fort për të kthyer nga Allahu i lartësuar. Emri i besimtarit është i gjithë i bindje. Emri i besimtarit është i gjithë i ibadet. Ai është urdhëruar ta adhurojë Allahun që nga mosha kur ngarkohet me detyrë deri kur vdekja ta çojë atë në varr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd deri kur të të vijë e sigurta, pa të të vijë vdekja. Kështu që besimtari duhet të kujdeset të mos i humb mundësitë e bërjes mirë dhe të mos i humb sezonet e adhurimeve. Dhe prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala ndaj robërve
është çdo herë kur një sezon prej sezoneve të hajrit mbaron, hyn pas tij një sezon tjetër i adhurimeve. Ramazani mbaroi, pastaj erdhi fite Bajrami, erdhi tekbiri dhe zakati i fitrit, pastaj vjen pas tyre agjërimi i 6 ditëve të Shewalit, të cilat na i ka rekomanduar profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë theksuar, duke thënë: "Men sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyami dahr." Kush e agjeron Ramazanin dhe e ndjek atë, pastaj e ndjek atë me 6 ditë të Shewalit, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin. Kjo është kështu nga që vepra e mirë shpërblehet tek Allahu me 10 fishin e saj. Kështu që agjërimi i Ramazanit bashkë me 6 ditët e Shewalit është i barabartë me agjërimin e një viti të plot. Shpërblimet shumëfishohen tek Allahu me shumë fish, me mirësinë e Allahut Azza wa Jall dhe mëshirën e Tij. Prandaj të mos na humbin mundësitë e këtyre periudhave të hajrit, të mos na humbin mundësitë e këtyre sezoneve të ibadetit. Ymri i gjithë është ibadet dhe çdo ditë që na kalon nga këto ditë, me të kalon një pjesë e ymrit tënd. Dhe me të afrohet exheli yt drejt fundit të tij. Pastaj pas kësaj, rezultati do të jetë ose një kopsht prej kopshteve të xhenetit, Allahu i madhruar e bët varrin ton dhe tuaj nga kopshtet e xhenetit, ose një grop nga gropat e zjarrit, Allahu na ruajt ne dhe ju nga zjarri. O Allah, pranoje pendimin ton, na ruaj nga dënimi dhe na i fal gjunahet. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.